Qeni i gjuetis. Guvernatori i Kufes ishte shembull tek njerëzit për dorë shtrëngesë dhe kopratësi, por askush nuk e kishte guximin t'ia thoshte këtë veti të tij më këmbësit. Një ditë prej ditësh, guvernatori po mendohej i qetë për të gjetur diçka që ta zbaviste. Ai vendosi të ftoi Behlulin në pallat që ta kalonte ditën i lumtur së bashku me të. Në të njëjtën kohë, kjo do të ishte një zbavitje e pakushtueshme. Ai urdhëroi rojet e pallatit që të sjellin Behlulin dhe u tha: "Shkoni e më sillni Behlulin." Rojet dolën edhe e sollën atë në pallat. Kur guvernatori e pa Behlulin, menjëherë hapi bisedë shakaje edhe gjithmonë dëgjonte një përgjigje me zë të lartë nga Behluli, ku edhe të pranishmit qeshnin me zemër për ato që hiqte guvernatori prej përgjigjeve të Behlulit. Guvernatori përdori forma të ndryshme që të shpëtonte nga Behluli dhe të largohej nga pallati. Guvernatori i tha Behlulit: "Kam dëgjuar se ti i njeh mirë qend." Behluli i tha: "Ka mundësi të jetë kështu. A i shërben guvernatorit njohja e qenve?" Guvernatori i tha: "Ti e di që unë e pëlqej shumë gjuetin dhe për këtë dua nga ti që të më gjesh një qen të mirë gjuetie." Behluli i tha: "Do ta bëj." Guvernatori, i cili donte ta largonte sa më shpejt Behlulin, i tha: "Ti mund të fillosh kërkimin për atë qen deri tani." Behluli i tha: "Mirë, unë do të shkoj dhe do të kthehem pas disa ditësh me gjithë qenin që dëshiron." Pas disa ditësh, Behluli solli një qen shumë të shëndosh në pallatin e Hilafetit, të cilin e tërhiqte. Kur e pa, guvernatori i bërtiti me zemërim. "A u çmende?" Behluli ju përgjigj me qetësi: "Përse të çmendem?" Guvernatori, duke treguar me gishtë qenin, i tha: "A i di cilësitë e qenit të gjuetis?" Behluli i tha: "Po, i di." Guvernatori bërtiti duke thënë: "Cilat janë cilësitë e tij?" Behluli i tha: "Qeni i gjuetis duhet të jetë i dobët, i lehtë, me qëllim që të ketë mundësi ta kapë shpejt gjahun." Guvernatori i tha: "Me keqardhje, edhe pse ti i di cilësitë e tij, prapë se prapë na solle një qen të shëndosh." Behluli i tha: "Mos u zemro, i nderuar guvernator, sepse me kopratësinë tënde të njohur në mesin e njerëzve, për një javë do ta dobësosh këtë qen dhe ai do të bëhet një qen gjuetie i papar." Kur guvernatori hodhi vështrimin rreth tij, pa që të pranishmit i mbështesnin thënjet e Behlulit me kokat e tyre. Kur pa këtë gjë, guvernatori bërtiti me zë të lartë: "A thoni që unë jam koprac?" Të pranishmit me pa vetëdije i u përgjigjen një zëri: "Po, o padroni ynë." Ai u bërtiti atyre i zemëruar: "Ju vdekshin nënat tuaja." Pastaj u largua prej tyre me qëllim që të mos dëgjonte e as të mos shikonte prej tyre asnjë përshpëritje e mumuritje për atë që ndodhi.